Dini se në çdo vend pune ka një kurth psikologjik, krejt i fshehur, që ndikon në vendimet tona çdo ditë dhe shpeshherë pa e kuptuar fare. E pra sot do ta zbulojmë pikërisht këtë. Dhe gjithçka në fakt niset nga një pyetje shumë e thjeshtë, por thelbësore. Kur vlerësojmë dikë, apo gjykojmë punën që bën, apo thjesht personin? A jemi vërtet objektiv, apo ndoshta po na verbon pak simpatia? Hajde ta imagjinojmë pak. Një menaxher ka një kamarier të preferuar. E dini, atë tipin karizmatik që pëlqen gjithë. Por kur ky kamarier bën gabime, menaxheri gjithmonë gjen një justifikim. Tingëllon e njohur apo jo? E po, ky është shembulli perfekt i këtij kurthi në veprim. Okej, atëherë, le ti hyjmë pak më thellë kësaj çështje. Është koha t'i vëmë një emër këtij fenomeni dhe të kuptojmë saktësisht se si funksionon. Kjo pra njihet si prirja e pëlqimit, ose në anglisht liking bias, dhe mos e nënvlerësoni, sepse është një gabim i rrënjosur thellë në psikologjinë tonë. Çfarë bëjmë ne? Ne priremi t'u besojmë, t'i justifikojmë, madje t'u japim më shumë hapësirë njerëzve që na pëlqejnë, edhe atëherë kur faktet bardhëzi tregojnë krejt të kundërtën. Dhe tani pjesa më interesante, si ndodh kjo brenda në tru? Është i pabesueshme. Kur pëlqejmë dikë, truri lëshon dopamin dhe oksitocin, ato që quhen hormonet e lidhjes. Në atë moment, ne e shohim atë person si një aleat. Dhe çfarë ndodh? Filtri jon kritik thjesht bie. Fikt. Dhe ne pa e kuptuar, fillojmë të shtrembërojmë realitetin vetëm e vetëm për të ruajtur atë ndjesinë e mirë që na jep ai person. Mirë, e kuptuam teorinë. Tani le të shohim disa shembuj konkret. Disa skenara ku ky problem shfaqet në mënyra të ndryshme, por kujdes, me pasoja gjithmonë negative. Ti kthehemi edhe një herë kamarierit ton karizmatik. Kur ai mbrohet pa pushim, çfarë mendon pjesa tjetër e stafit? E shohin si të paprekshëm. Dhe cili është rezultati i parë i menjëhershëm? Morali i ekipit bie në tokë. Ndjenja e drejtësisë thjesht zhduket. Por nuk ndalet këtu. Hapi tjetër? Promovimet pa drejta. Një punonjës që është thjesht i pëlqyeshëm, por jo domosdoshmërisht më i miri, ngjitet në detyrë. Dhe kjo i dërgon një sinjal vrasës pjesës tjetër të stafit. Puna jote e palodhur nuk ka vlerë. Ajo që ka vlerë është simpatia. Dhe efekti zinxhir vazhdon. Kjo prirje fillon të dëmtojë drejt për drejt cilësinë e produktit. Le të themi punësohet një kuzhinier që është shumë njësor, por jo aq i aftë. Dhe menjëherë, pjatat që dalin nga kuzhina e tij, nuk janë më të njëjtat. Dhe mendoni se mbaroi? Jo. Ky problem del jashtë mureve të zyrës dhe prek klientët. Një klient i rregullt, ai që është simpatik me stafin, merr trajtim preferencial. Po tjerët, ata ndihen të injoruar, të pavlerësuar. Dhe një klient që ndihet i anashkaluar, e dini çfarë bën? Thjesht nuk kthehet më. Dhe në fund të ditës, sigurisht, gjithçka përkthehet në para, godet direkt xhepin. Një furnitor që është shumë miqësor, por më i shtrenjtë se të tjerët, e ruan kontratën vetëm për shkak të simpatisë. Dhe restoranti humbet fitime. Këtu e kuptojmë se çdo vendim emocional ka një kosto shumë reale. Pra nëse do ta përblidhni me një fjali, do të ishte kjo. Prirja e pëlqimit është si një ëmbëlsirë, e shijshme në moment, por shumë e shtrenjtë dhe e dëmshme në afatgjat. Atëre, si mbrohemi nga ky kurth? Le të shohim tani përballjen e madhe, logjika kundër emocionit. Dhe ky krahasim këtu e tregon diferencën si dita me natën. Shikoni në njërën anë, një sistem objektiv. Çfarë do të thotë kjo? Stafi vlerësohet me tregues të matshëm, me numra. Bonuset nuk jepen se dikush është djalë i mirë, por sepse ka arritur standardet. Vendimet e rëndësishme, si punësimet, merren nga një grup, jo nga një person i vetëm. Rezultati? Drejtësi, shërbim konstant, standardet e larta. Tani, shikoni anën tjetër, gjykimi emocional. Këtu, kamarieri karizmatik mbrohet me çdo kusht. Ankesat hidhen poshtë si zili. Pëlqimi personal i menaxherit është mbi gjithçka. Dhe rezultati këtu, performancë dobët, moral në zero dhe staf i mirë thjesht largohet. Duhet ta themi troç. Favorizimi është një formë korrupsioni. Korrupsion emocional. Ndoshta nuk është i dukshëm si formatet e tjera, por kostot e tij janë po aq të larta në mos më shumë. Mirë, atëre, si luftohet kjo prirje në praktik? Këtu janë 4 hapa shumë konkret. 1. Vendosni standarde të shkruara, të qarta. Përdorni të dhëna të matshme, jo thjesht kam një ndjesi të mirë. 2. Asnjëherë
por asnjëherë mos merrni vendime të mëdha, si punësime apo shpërblime, i vetëm, gjithmonë në grup. 3. Bëni atë që quhet audit emocional i vendimeve. Pra, ndaloni dhe pyesni veten sinqerisht, pse po e mbështes këtë njeri, për punën apo për arsye të tjera. Dhe 4, ky është thelbësori. Shpërbleni miqësinë, por mos e ngatroni kurrë me performancën. Por, prisni pak, se këtu ka një kthes interesante. A do thotë kjo se pëlqimi është gjithmonë diçka e keqe? Absolutisht jo. Në fakt, ai mund të jetë një mjet jashtëzakonisht i fuqishëm, por vetëm kur përdoret me vetdije, jo me verbëri. Mjafton të shohim këtë shifër për ta kuptuar. Vetëm fakti që një kamarier kujton dhe përdor emrin e një klienti, rrit shanset që ai klient të kthehet me mbi 60%. Kjo pra është fuqia e pëlqimit e përdorur si strategji e zgjuar për të ndërtuar marrëdhënie, jo si justifikim për punë të dobët. Dhe kjo na sjell në fund te një pyetje përfundimtare. Një rregull i artë nga investitori legjendar Charlie Munger, që na ndihmon të lundrojmë në këto ujëra të turbullta. Pyetja që ai bën është kaq e thjeshtë, por kaq e fuqishme. Herën tjetër që ndjeni një simpati të fortë për dikën në një kontekst profesional, ndaloni vetëm për një moment dhe pyesni veten: apo e gjykoj këtë person për atë që bën, apo për mënyrën si më bën të ndjehem? Të kuptuarit e dallimit mes këtyre të dyja, pikërisht aty fshihet çelësi për një gjykim të drejtë dhe në fund të ditës për sukses të vërtetë dhe afatgjat.